Bashkëdhëntarët gjithmonë janë të mirëseardhur në Prishtinë dhe ne jemi duke punu tash sa vite që me kriju një kalendar të mrekullueshëm të artit e kulturës e të eventeve të ndryshme në kryeqytet që bashkëdhëntarët tanë kur vinë këtu me pas mundësi me u knaq, me u dëfry, jo përveç që i takojnë familjarët, me pas mundësi me i pru edhe miq tjerë ndërkombëtar, me pa që Prishtina ka ecë përpara, që Prishtina është një vend me një energji super pozitive, me njerëz të cilët janë multilingual, që flasin shumë gjuhë, entrepreneurial, që janë imikpritës të mirë, edhe tash po zhvillohet, po them Prishtina në të gjitha sferat. Kështu që bashkëdhëntarët kanë një repertuar të madh të gjanave të ndryshme që munden me pas përjetime pozitive gjatë vizitës tyre në Prishtinë. Kemi evente të ndryshme, për shembull si tash Sunny Hill Festival, që është një ndër festivalet më të mëdha në rajon, si vjet presim më shumë se 50.000 vizitorë për këtë festival. Kemi emra të mëdhenj si Katy Perry, artistë tjerë të mëdhenj që do të performojnë në këtë festival. Mirëpo nuk është ky i vetmi, pra kemi edhe festivale tjera tash që vetëm se kanë performu si Shopping Piano Fest, si Ramlaj që do t'jetë prapë edhe një festival i madh në aspektin e muzikës klasike, koncertore, pra soprano e tenor në të mëdhenj të pjesëve të ndryshme të botës që vinë edhe vizitojnë edhe performojnë në kryeqytet, po edhe organizojmë edhe punëtori të ndryshme që t'ju ndihmojmë talentëve të ri që të mrijnë lart e më lart në skenat ndërkombëtare si rezultat edhe i këtyre festivaleve dhe bashkëpunimeve që i bëjmë me talentë të mirënjohur tash të vendit tonë, siç është Ramlaj, Dua Lipa, Rita Ora e tjerë njerëz të mëdhenj që vinë nga trojet shqiptare.